Gjithë dhe mirë se vini të videon tonë. Sot vlogun e hapëm pa Anajsin, sepse Anajsi sot ka ditëlindjen dhe vendosëm t'ja uronim tani në mëngjes ditëlindjen. Anajsi tani është gjumë. Siç dhe shikoni, dhe ne do ta zgjojmë me këto tullmbate që kemi fryrë, pa bërë zhurmë, kështu që hajde ta zgjojmë tani. Edhe pastaj gjatë ditës dhe rrullim edhe shtëpinë edhe çdo lloj gjëje tjetër që do bëj. Hajde të zgjojmë një herë Anajsin dhe ta urojmë. 1, 2, 3. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Anajsin, shumërime për ty. Edhe ishin Anajs. Edhe ishin me ty, Anajs. So guys, ne dhe jemi bërë gati dhe tani do t'ju bëjmë një haus se çfarë kemi blerë për ditëlindjen e Anajsit. Do të tregoj këtu. Okej, tregoj. Kemi këtë që rinjën për 6 vjeç, edhe unë dhe 6. Okej. Lërë këtu. Okej. Këto i kemi hapur. Po. Po janë kështu që bëhen foto, ja t'i tregojmë disa modele. Marrim këtë. Edhe këtë rainbow. Na, Anajs tregoja njëtën. Ja. Ja, unë mora këtë kështu. Janë me modele të ndryshme për të bërë foto, po ne i kemi hapur për të shikuar. Po, kemi hapur me unë. Të fusim brenda. Dhe jo mbro. Le këtu. Kemi Pastaj e kemi kemi 6-ën tullumbat. Sa e madhe. Kjo është 32 cm e madhe, besoj se do jetë mirë, jo okay. është Ne kjo figurën është to kur hapen. po. Kur frynshe ju në dhe e bëra të bërë. Ku ta hap? Jo, mos e hap, pëse sa. Ja, ne edhe tja në dhe një. Mos Se brave. Janë me figura. Janë me figura. Njëra është me këtë, dhe tjerët janë me rainbow. Okej. Tani guys, Është gjëja më e bukur, dekori më i madh. po. Është kjo me stitch. Ja. Që ka, kjo na jep këtu se çfarë ka. Ka këtë happy birthday, ka këtë rjetën këtu e kishte, ka këtë ka mbulesën e vet, ka këtë stitchin e madh, këtë tullumbasin e vogël me stitch, ka 40 tullumbace kështu me të ngjyra. Ka këtë ngjitse për tullumbaset edhe këtë tjetrën, edhe ja se duket të kam brapa. Ta hapi? Po. Ta hapi? Okej, si ta hapi Anajsi. Me që E ka fiksim për ta hapur? Po. Ka një fiksim. Ullonit. Ja, për të hapet të isë e kemi një këndën. Nuk është që vetë o Pyetje po e të ishë një avash. Oke, kjo është stiqin. Wow, sa i bukur. Kjo të avash se i të i qa. është ky tullumbaci në stiqin. Shumë. Se blogë këtë. është ky Bire pak atë. tullumbaci në stiq. është këtë poshtë. Këtë të fikë të tjetëra. është ky stiqi i madh. Ka në këta. Shikojeni. Qa po bëri O, pas të mbulesën me këta. Lëre. Janë dhe mbulesa. Është me stiqin dhe mbulesa. Është ky stiqi i bukur. Është happy birthday në gol. Është kjo foil French curtain që ishte aty. Kjo ishte shumë e bukur, se kisha pa në rritje. Kemi tullumbace. Mbulesa, edhe shumë tullumbace. Janë me këto ngjyrat pastel, këto ishin ngjyra shumë të bukura. Ngjyra shllat, ngjyra blu, ngjyra e verdhë, edhe ngjyra roz. Kemi lloj ngjyra. Këto ngjyrat ishin shumë të bukura. Edhe këtu kishte edhe ngjitën e vet. Nuk është gjithë sa ta shëndri. Po, që putë tullumbaci, janë. Ta gjithë të frys? Honest. Ja, janë këto kështu. A të filmu? Të vendosim brenda. Nuk të marrë blon.
Okej, tani të vendosim këtë brenda dhe ka duhet një pomp, sepse janë shumë të vegjël. Edhe kishte edhe këto ngjitset kështu të vogla për të vendosur në mur. Edhe këto ishin dekore që kemi marrë ne. Ta hapim këtë? Table cover. Është plastike kjo, shumë e bukur. Siç e shikojmë, është me stiçin sigurisht. Ta hapim. Gocat po frynë të humbacet. Po hap ka lënë qesën aty poshtë. Edhe do ta hapim me kujdes sepse është plastik shumë kështu dhe mund të na prishe. Prita me ja këtë të humbacet. Është shumë e madhe, ja me stiç kështu. Edhe është super e bukur. Ta hapim krejt. Është shumë e madhe, kështu që s'po hapim krejt. Kështu ta mbyllim edhe kur ta vendosim tek tavolina do ja të krejt. Një të më gjë në rejt. Vendosim edhe tani do premtullëm balce. Edhe do fillojmë të rregullojmë venin avash avash. Shikojmë pak pastaj.
So guys, neve tani po bëhemi gati për të shkuar tek lodrat sepse anaj si donte të shkonte atje dhe pastaj në darkë do vi njerëzit për darkë edhe do ta festojmë edhe në shtëpi sigurisht. Veni nga dal yll, perfekt. Unë kam kapur edhe flow siç e keni parë që nga mëngjesi. Edhe tani jemi gati dhe po presim edhe një kushëri që të vi. Dama jeli aty, po presim edhe një kushëri që të vi që do bëhemi bashkë. So guys, jackson për edhe xhaxhi. Kami për ta hapur, që kanë të super bukur, se nuk mund ta pres. Apo po më këtu. Hapu. Ne do të kuq? Tregoj anaj. Është të spuni. Se ku. Na e trego. Na e trego dhe buskuqin. Buskuqin ishte kjo zote. Lyni qik lyni futët. Mos t'i bëjmë roza mi. Provoj një herë. Lyni. Wow. Pëlqen dhurata? Të pëlqen dhurata? A të pëlqen dhurata, moj? Ta jam prorun. So guys, ja që me kam dhe ca më shpër të gjithë. është kjo pëskuqi, po shkifet me emër. Kërsi kam atë, mirë. Do më thëtë të blitur? Edhe ka të kashtë të bukur me cica. Edhe një sëpër të kashtë të bukur. Këti që ka brënda atë? është fix për këtë pranverë që dua unë. Të fix për këtë pranverë, Për këtë shtator, qëfar? Ua, që në pas këtë në rrinë të bukur. që këtë ka të suar, në? Që në t'i trandës e në tyre buskusheve? Gjithë dhe 10 për zotin nuk mund ta... Je gëzuar. Po, shumë, po jo fatu. Paga, minha piscina, il metano tendonica,
Guys, përse që këtë vlog duket pëlqyer shumë edhe neve na ka pëlqyer shumë si ditë. Faleminderit të gjithëve për urimet që na keni bërë dhe për supportin dhe për 4 subscribers. Edhe ju duam shumë. Edhe ju përshëndesim të gjithë sepse nuk mund të bëjmë një video ku t'ju përshëndesim një nga një sepse mund të harrojmë disa persona dhe mërziten. Kështu që ju përshëndesim të gjithë këtu. Anaj si ta mirë në gjumë, kështu që do shkojmë edhe në të flim gjumë sepse jemi shumë të lodhur. Kështu që më thërë të bëni një like, subscribe, share, comment dhe sa më shpejt të shkojmë në 5 subscriber sepse jemi jo shumë afër, po kemi pak punë, po shpërndajeni kanalin që shkojmë 5 subscriber sa më shpejt. Ju dua mirëpafshim.